Teleshikues të nderuar miq të emisionit Me Plus, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në emision. Sonte do të flasim për një temë që prek pothuajse çdo familje, shëndetin e sistemit trec të fëmijët, dhimbjet e barkut, gazrat, kapsliku, barkçitjet, refluksi, intolerancat ushqimore shpesh I quajmë të zakonshme, por janë vërtet gjithmonë të bëdonshme. Për të diskutuar për këto dhe për të tjera, kemi kënaqësinë të kemi sonte në studio doktoresha Urata Fendia Beqa, e cila është pediatër, gastroenterologe dhe e cila sonte ka ardhur enkas për ne nga Prishtina. Mirëmbrëma doktoresh dhe faleminderit që erdhët në emision. Faleminderit për ftesën. Doktoresh, unë e përmenda që ju keni ardhur për Prishtinës, edhe pse keni qenë kujdesore prapë se prapë. Keni gjetë kohë me ardhur në emision, ju punoni në qendrën klinike universitare të Prishtinës, ku jeni në klinikën e pediatrisë dhe jeni shefe e raportit pediatrik për gastroenterologji. Gastroenterologji kronike. Atëherë, doktoresh, çfarë përfshin pra gastroenterologjia pediatrike dhe pse është kaq e rëndësishme? Kërkoj videoni që keni sjell të na prezantohet. Pjesa e gastroenterologjisë pediatrike është një lami e cila ngërthen ose mbulon një patologji mjaft të gjanë. Duke fillu prej gastroenterologjia përfshin, domethënë sëmundjet të cilat fillojnë prej zgavrës së gojës deri te vrima anale. Përfshi këto fillimisht anomalit të cilat detektohen në ditët e para të jetës, edhe mandej sëmundjet të cilat I shoqërojnë këto organe, si zgavrën e gojës, ezofagun, lukthin, zorët e holla, zorën e trash. Mirë po, gastroenterologjia nuk mirret vetëm me këtë pjesën e lukthit edhe të zorëve, po përfshin të gjitha organet të cilat ndodhen në hapësirën abdominale. Përfshi këtu mëlçin, rrugët biliare, shpënetkën, perineumin, gjandrat limfatike mezenteriale, anomalit vaskulare që gjenden në pjesën abdominale. Përfshi këtu edhe gjakderdhjet që shkaktohen ose që janë patologji e traktit gastrointestinal, sëmundjet metabolike, si tirozinemia për shembull, e cila kryekput I ka problemet me mëlçi, sëmundje metabolike, fenilketonuria, sëmundje të rralla si alazhili, shumë sëmundje tjera, intolerancat ushqimore, alergjit nutritive. Domethënë është një gamë e mjaft e gjerë e patologjive që I hasim në punën tonë të përditshme. Edhe është një prej krejt patologjive pediatrike, mbi 30% janë me simptoma gastrointestinale që domethënë nuk ka ditë që nuk paraqitet një fëmijë me probleme gastrointestinale. Kjo do thotë, doktoresh, që është një pjesë shumë komplekse si pjesë përbërëse e trupit të njerëzit, e cila kërkon ekspertizë të veçantë dhe në mënyrë specifike pjesë të ndryshme të sistemit trec edhe trajtohen në mënyrë specifike dhe nga eksperta specifik. Po përkthehem te ato më të zakonshme, doktoresh. Zakonisht është shumë shpesh prindrit kur ta sjellin mjekun te pediatri ankohen për dhimbjet e barkut të cilat I kanë fëmijët. Përveç kësaj kisha pas dëshirë që për ne të na tregoni se si mas përvojës juaj që keni një përvojë shumë të gjatë në këtë lami, cilat janë çrregullimet gastrointestinale më të zakonshme që shohin te fëmijët dhe kur ato duhen marrë seriozisht. Çrregullimet gastrointestinale dallojnë sipas etapave apo moshave të fëmijëve. Për shembull, në periudhën neonatale kemi çrregullime të cilat janë spari eliminojmë anomalitë e traktit gastrointestinal, mandej sëmundjet që manifestohen me flatulenca, me gazna, me mos tolerim të qumshtit, qoftë qumshtit të nanës apo qumshtit formul,
Pjesa tjetër që lidhet me smundjet metabolike shpeshherë, me zverdhjen, verdhëzen, ashtu quajtur verdhëza e fëmijëve, e cila në shumë raste është fiziologjike, mirë po në qoftë se zgjat, është e rëndësishme për auditorin që gjithmonë një verdhë e cila zgjat mbi 1 muaj mund të jetë patologjike, mund të jetë rrezikshme për jetën e fëmijës. Kështu që smundjet e mëlçisë, smundjet që lidhen me hormonin e tiroides, edhe shumë smundjet tjera të cilat kërkojnë screening neonatal, që fatkeqësisht për momentin në Kosovë nuk realizohet. Do me thonë është e nevojshme që detektimi i hershëm i smundjeve metabolike, që thash që hynë në lemin në domenin e gastroenterologjisë, tirozinemia, fenilketonuria, çrregullimet e metabolizmit të yndyrnave, karbohidrateve, proteinave, që në fakt janë edhe në grupin e smundjeve të rralla, mirë po vendet e avancuara në shkencë edhe në shërbime mjekësore i realizojnë të ashtu quajtura screeningjet metabolike. Te na, fatkeqësisht, mas lajmërimit simptomave, bojmë detektimin e smundjes që praktikisht vonohemi në diagnostik dhe në trajtim. Mosha tjera, mandej kanë patologji tjera. Mas periudhës neonatale, kemi problemet me lukthin, diaret që janë më të shpeshta dhe që lidhen me sezonën, infeksionet me virale apo bakteriale të zorëve, infeksionet që lidhen me dëmtimin e pankreasit, me dëmtimin e shpnetkës, mëlçisë, infeksionet që lidhen me gjandra limfatike, besamalinitetet, limfomat e ndryshme që fillojnë me dhimbje të barkut edhe mandej detektohen se ku është problemi kryesor, e shumë patologji tjera, kapslyki që ka lidhje me çrregullimet ose shpërhitje e këqija të ushqimit, kryesisht, mandej intolerancat, alergjit nutritive, e shumë patologji që lidhen me moshat e caktume. Për disa prej temave që e përmendët ju, ne do t'i flasim në vazhdim, në mënyrë më specifike, po prapë kthehem te prindrit, ka raste që fëmia i cili ka dhimbje barku i nështrohet ekzaminimeve, diagnostikës, laboratoreve dhe në fundit nuk gjendet asnjë rast që quajmë na mjekësi organik. A ka raste apo sot shpesh janë raste që fëmia nuk tregon të vërtetën ose është çështje stresi që manifestohet si dhimbje e barkut? Për fat mirë, shumica e dhimbjeve të barkut te fëmijët janë funksionale. Do me thonë, lirisht muj me thonë se diku deri në 40% të kolikave abdominale janë funksionale, çrregullime funksionale të traktit tregës që manifestohen me dhimbje. Mirë po, profesionisti shëndetësor gjithmonë duhet mi pas një parasysh, ose dhe prindi, po fillojmë prej prindve. Një dhimbje e cila manifestohet në periudha të shkurta kohore, edhe e cila kalon vetvetiu pa kërku ndaj trajtim medikamentoz ose trajtim të veçantë, ajo nuk është dhimbje për të cilën ish dashur më brengos. Po një dhimbje e cila perziston, që manifestohet gjatë ditës disa herë, që ka kozgjatje mbi 2 javë, që dhimbja vjen të rrit intensitetin, që nuk mundet fëmia mi toleru, pengon, dëmton kvalitetin e jetës fëmijët, që bëhet e padurueshme, atëherë natyrisht që për ato duhet me lyp mendim profesional te mjeku, pediatri konkretisht, edhe mandej nëse pediatri e shet arsyeshme ose nuk e gjen zgjidhjen e momentit, atëherë natyrisht që gastroenterologu është dera e fundit ku duhet me kërku shërbimin mjekësor. Këto dhimbje janë të natyrave të ndryshme, ma herët nuk e përmena që edhe parazitozat ose infeksionet me parazite të ndryshme çojnë në këto dhimbje që janë mjaft shpeshta të fëmijët, sidomos të fëmijët që janë të moshës shkollore ose fëmijët që i frekventojnë kopshtet. Se ato mandej barten nëpërmjet lodrave, nëpërmjet mjeteve mësimore, dhe parazitet janë smundje të ashtu quajtura e durve të palame. Do me thonë nuk është e mundur gjatë krejt ditës, fëmijët ku me ditë sa herë me pastru durt, se
Shkëmbejnë me lodrat me zveti, shkëmbejnë librat, shkëmbejnë fletoret, ku ta dion mjetet mësimore, edhe preken me zveti, edhe qashto që ka mundësi ato mu përhap. Mirë po, ato janë gjana që kalojnë letë, mjekohen, do me thonë, kanë mjekim të suksesshëm, edhe nuk janë për brengosje. Po problemet të cilat vinë të u zgjeru edhe nuk kalojnë thjesht, atëherë natyrisht që diagnostika është më e komplikuar dhe diagnostika e tyre. Tu fillu prej analizave laboratorike, metodave radiologjike, rentgeneve të ndryshme, inqizimeve të ndryshme, ehosonografisë, çak deri edhe në realizimin e rezonancës magnetike apo CT-s abdomenit për me mujtë me sqaru që defekti ku është dhe ku lidhet. Edhe ekzaminimet endoskopike ku lumeni i zorve konkretisht apo i lukthit duhet mu pa për smrendshmi. Kështu që kërkon një kompleksicitet derisa të vihet e diagnoza e saktë, po zgjidhjet gjithmonë ekzistojnë edhe këtu te ne. Patjetër, unë jam i bindur edhe në çdo ditë vërtetohet se qendra klinike universitare, konkretisht klinika ku ju punoni, ajo pediatrisë, me të vërtet ka profesionist shumë të mirë edhe të dedikuar, sepse kjo vërtetohet në përditshmëri edhe në bazë të informatave që marrim prej pacientëve familjarë e tjera. Doktoresh, të flasim për gastritin që shpesh i mundon të rriturit, shumë shpesh, sidomos kujtoj të na. A i përfshin edhe fëmijët dhe nëse po, të cilat janë shkaqet më të shpeshta të gastritit të fëmijët? Gastriti është një patologji e cila nuk i kursen fëmijët. Do me thonë, na jemi mësu me ndigju të rritunit, po është një patologji e cila manifestohet edhe të moshat fëminore, sidomos të moshat shkollore është prezente më shumë. Mirë po ka rregullat të trajtimit të gastritit të fëmijët. Gastritit të fëmijët jo gjithmonë e ka etiologji helikobakterin. Jemi mësu me ndëgju që helikobakterin një bakteri e cila e shkakton gastritin në shumicën e rasteve, është mjaft patologjike, përhapet mjaft shpesh, edhe kjo përhapet me anë të ushqimeve të kontaminuara, sipërfaqeve të kontaminuara, durve të pa lara e tjera e tjera. Mirë po, të fëmijët nuk është i vetmi shkas i manifestimit gastritit. Kemi me folë qyshe e diagnostikojmë të fëmijët gastritin me etiologji të helikobakterit, po ajo që ka është ma brengosese ose që ma rallë na mendojmë është gastriti eozinofilik ose gastriti edhe ezofagiti eozinofilik, që do me thonë alergjik, që të fëmijët është mjaft i shprehun. Mandej kemi gastrit medikamentoz, kemi fëmijë që marrin medikamente për smundjet e tyre kronike, qoftë për artrit kronik, për smundje kronike, për fëmijë që janë trajtohen me epilepsi, që duhet në stazat gjata me marrë medikamente, fëmijë që trajtohen për malinitete, që marrin medikamente të cilat me të vërtetë dëmtojnë epitelin edhe mukozën e lukthit, edhe janë do me thonë gastrite medikamentoze, gastrite malinje, edhe kemi edhe malinitetet e fëmijët që rrallë menojnë, po i kemi hasë në punën tonë të përditshme, kështu që kjo me helikobakter është e shpesht, po edhe këtu ka rregullat të trajtimit, nuk duhet gjithmonë të trajtohet një gastrit me helikobakter, me eradikim është fjala, sikur që ndodh të tritonit. Ekziston një moshe caktune ose eradikimi të fëmijët bëhet vetëm në rastet të veçanta, kur ka në anamnezë prind të cilët e kanë gastritin edhe kanë manifestu ulcera, prind që kanë gastrit edhe kanë manifestu malinitete ma vonë. Në qoftë se në anamnezë kemi këto të dhëna, atëherë te ai fëmijë realizohet eradikimi. Do me thonë terapia me triple terapia me 3 antibiotik. Po të rastet e rralla ose të rastet më të shpeshta ku veç gjendet helikobakteri edhe fëmia e ka një simptomatologji jo shumë të gjatë në anamnezë, atëherë klinicisti duhet me mendu shumë herë para se me fillu eradikimin. Do me thonë duhet me trajtu veç me simptomatik, jo me fillu eradikimin, se nuk është në protokollet botnore të gastroenterologjisë
ose të Asociacionit Evropian për Gastroenterologji, i cili është i thirrur me i bë protokollet për trajtimin e smundjeve për fëmijë. Kështu që na duhet gjithmonë mu thirrë në ato protokole, pse e bojmë ose pse nuk e bojmë eradikimin. Janë të bazuar në shkencë. Do me thonë janë të bazume. Po mënyra për mi gjetë është e thjeshtë. Do me thonë mund të punohet Helicobacter pylori në feces, ku gjendet antigjeni përkatës i bakterjes, edhe në qoftë se është prezent atëherë varësisht pi klinikës, varësisht pi anamnezës edhe shumë elemente rrethana që i studiojmë, vendosim a kemi mi bo ajo. Te moshat në 7 vjetë hiç se hiç. Nuk preferohet. Kjo është për auditorin që me ditë. Vetëm rastet veçanta kur ka në anamnez prind të cilët kanë zhvillu smundje malinje të luksit. E kuptoj. Doktoresh, fëmijët që i kanë këto probleme, kujtoj që duhen mi pas edhe një regjim të ushqimit caktuar. Dikur do të flasim edhe për ushqimin e shpejtë dhe dëmet që eventuale që shkaktojnë për këtë ju do të na tregoni. Çfarë regjimi ushqimit e këta fëmijë duhet të ekzistojë? Është shumë e rëndësishme që fëmijët edhe në për këto kuzhinat shkollore që tash aplikohen në Kosovë, është e rëndësishme me marrë ushqim cilësor, se nëpërmjet kësaj metode edhe mësohet mënyra e ushqimit të shëndetshëm. Ushqimi i shëndetshëm përfshin ushqimin i cili duhet mi plotësu nevojat kalorike edhe cilësore për rritjen edhe zhvillimin e fëmijës e para. E dyta, mos me pas ushqimet të cilat kanë mi dëmtu organet. Do me thonë ushqimet e shpejta, ushqimet e gazerume, ushqimet me shumë mëlmesa, ushqimet që në përbërjen e vetë kanë shumë karbohidrate edhe nuk ka, ose shumë yndyrna edhe nuk kanë pjesën kryesore proteinike edhe me fibra shumë që është elementare për një dietë të shëndetshme. Kështu që është shumë do me thonë se mënyra ose shprehit të ushqimit. Duhet me mësu krahas edukimit në shkollë ose në familje, duhet me mësu edhe edukimin për një jetë apo një ushqyeshmëri të shëndetshme. Këto duhet mu praktiku nështë edhe nëpërmjet emisioneve si ky i sondshmi, po edhe nëpërmjet medjave, rrjeteve sociale ose edukimit vazhdueshëm në shkollë, për shembull. Kjo është, mendoj unë, doktoresh, shumë e rëndësishme me u përçu në mënyrë drejtë informatat publikut, për arsye se ushqimi në gjitha moshat e sidomos ato moshat e vogla që janë të ndërtu trupin, është tepër e rëndësishëm me qenë sa më i natyrshëm kujtojon, sa më i kontrollon, edhe sa ma pak i procesum. Sa ma pak i procesum. Ushqimet natyrale, sa ma natyrale, sa ma pak të procesume. Na nështë në Kosovë kemi një tradit që ushqimet mi procesu pak ma shumë. Mirë po, jo gjithmonë është mënyra ma e mire të ushqyerit. Gjithmonë me këto trendet e reja shkohet ka ajo që ushqimi sa ma shumë e koni freskët, ma pak i procesum. Ose në qofse po duhet natyrisht mu përpunu termikisht, mu zi konkretisht, duhet mu zi në avull, që mos mi hup ato vlerat, cilësit, edhe energjetike, po edhe vitaminoze, edhe kalorit mu rujt. Se vitaminat jo të gjitha, po disa janë termolabile, do me thonë, ose në ngrirje, ose në temperaturët në alta të vlimit, ato denatyrohen. Prishen, kështu që ti kot ja jep, menon që i ki dhonë ushqim të shëndetshëm nëse e proceson ato me orë të tëra. Kështu që duhet me pas kujdes në këtë aspekt. Për një temë cila i shqetëson prindrit nga një herë, kjo është të vjellurit apo edhe refluksi. Jo gjithmonë është i rrezikshëm, po jo gjithmonë është edhe i parrezikshëm. Na tregoni si mund të dallojmë të vjellurat të cilat kërkojnë ndihmën mjekësore. Të vjellurat në periudhën kanë, domethënë, rëndësinë shumë të madhe në periudhën neonatale, po edhe në periudhën në 6 muajt e parë të jetës, të cilat sidomos nanat që janë prind për herë të parë, janë mjaft brengose dhe gjithmonë kërkohet sqarimi i pse ndodh. Kur flasim një prej shkaqeve të vjellurave, është edhe refluksi gastroezofageal.
Çka ndodh te refluksi? Ushqimi do me thonë kthehet prej lukthit në ezofag edhe shpeshherë shoshnohet me vjellje. Jo në të gjitha rastet shoshnohet me vjellje, duhet me dallu refluksin aktiv prej refluksit pasiv. Refluksi pasiv ose silent reflux, që është i njohur në literaturë, vjen deri te 1/3 e ezofagut edhe manifestohet me diskomfort të fëmija, edhe mandej fëmija refuzon thithjen. Mirë po, refluksi aktiv natyrisht manifestohet me vjellje, që prindja e sheh edhe alarmohet për atë dukuni, edhe ka me kërku shërbim mjekësor. Është e rëndësishme që refluksi jo gjithmonë, ka shumë shkaqe pse ndodh refluksi, jo gjithmonë është për shkak deformitetit të sfinkterit ose të unazës që bën kalimin, e ndërprejnë kalimin prej ezofagut në luks dhe anasjeltas prej luksit. Ka njëherë kjo unazë është jo mature, jo e pjekun, edhe nuk mundet mu bo kontraktiliteti i duhun. Kjo ndodh të fëmijët që lindin para kohe, sidomos të këta që lindin para kohe, se organet nuk janë mature për shkak prematuritetit. Ndodh edhe të raste tjera, përveç unazës, ndodh refluksi për shkak alergjive në proteinat e qumshtit, ndodh për shkak të intoleranca në laktozë konkretisht, ndodh për shkak të rregullimeve metabolike, ndodh për shkak të reflukseve të natyrave tjera, jo vetëm refluksi gastroezofageal, po mundet edhe një refluks veziko-uretral, që shkon përcillet me infekcion urinar dhe te posa linduni mandej manifestohet me simptoma me vjellje. Kështu që shumë e rëndësishme është me bo dallimin e refluksit e mandej trajtimin natyrisht që në bazë të shkaktarit ka me bo dhe trajtimi adekuat. Do me thonë jo gjithmonë është e nevojshme që t'ja ndrojmë formulën ose ta hekim prej gjeut nanës, t'i ofrojmë qumshta të lloje të natyrave tjera, se nuk është gjithmonë ajo zgjidhja. Do me thonë duhet mas pari me bo dallimin mes të papjekurnisë të rrugëve të tretjes, dëmtimit të unazës, e ma vonë nëse ka elemente për alergji në proteinat e qumshtit, për intolerancën laktozë ose për probleme të natyrave tjera që shoshnohen me vjellje, atëre trajtimi natyrisht që dallon. Doktoresh, ku jemi këtu? A i preferoni edhe sa shpesh i preferoni vizitat rutinore, vizitat e rregullta të fëmijëve? Në 3 mujorin e parë të lindjes, vizitat e pediatri, sidomos 3 mujt e parë duhet çdo 2 javë. Mandej vazhdojnë në 3 mujorin e dytë një herë në mujt edhe në 3 mujorin e tretë mundet edhe nëse fëmia nuk ka paraqit deri në 6 muaj asnjë patologji dhe ka pas zhvillim të rregullt edhe normal, atëherë mund të shtyhet çdo 3 muaj e mandej çdo vjet. Natyrisht për vizita të rregullta për përcjellje të rritjes dhe zhvillimit. Në rastet të smundjes akute, atëherë normal që kurdo që fëmia smut ka me kërku trajtim. Po vizita të rregullta për rritje dhe zhvillim duhet patjetër ta kenë një algoritëm të përcjelljes. E qartë. Doktoresh, do të flasim për 2 çështje të cilat janë kontradiktore mes veti, paksa. E kjo është diarea edhe kapslyku. Flasim njerë për diare në kuptimin që kur mund të konsiderohet si e rrezikshme, cilat janë ato simptomat për të cilat duhet alarmohem ose të kemi të kujdes edhe të kërkojmë ndihmën mjekësore, diagnozën, trajtimin mandej do të dalim edhe te kapslyku i fëmijëve. Diareja është një problem i cili haset pavarësisht sezonave, natyrisht mujt e verës ma tepër, po kjo nuk do me thonë që edhe në kohën sezonat tjera nuk paraqitet. Nuk e kursen asnjë grup mosh, do me thonë paraqitet prej lindjes deri në moshat 18 sa e mbulojmë na shërbimi pediatrik. Definicioni për diaren është jashtëqitje ujore, natyrisht edhe e shpesht. Mirë po, shumë ma kompetente për nocionin e diares është konzistenca e feqeve, se sa vetë numri i feqeve. Do me thonë që ose është jashtëqitja ujore e pa formune, me ngjyrë jo të mirë edhe me natyrisht me kundërmim me erë të rënd,
atëherë definitivisht duhet me lyp shërbim mjekësor. Është ma brengosëse në qoftë se kjo zgjat mbi 2 javë, do me thonë një diare e cila nuk mund të rikuperohet për pak ditë, në qoftë se zgjat mbi 2 javë, atëherë patjetër që e bartë seriozitetin me vete, edhe te fëmijët varet shumë edhe a ka në përmbajtjen e vet, a ka primesa gjaku, a ka shkum, a ka përbamje e cila gërsheton edhe përmbajtjen e zorëve, jo vetëm të feqeve, të materialit të mbetjet e ushqimit, po edhe mukusi i zorëve. Shpeshherë nanat e përshkruajnë që ka jashtëqitje si edhe në formë të pejzive. I kom pa parazit. Po, qysh i ki pa, kanë lëviz ato parazit, jo veç janë si pej. Do me thonë, ato janë mbetjet e mukozës së zorëve, e cila shkatrohet edhe del së bashku me feqe, për shkak të rritjes së peristaltikës së zorëve. Kështu që një jashtëqitje ose një diare e cila persiston mbi 2 javë, patjetër që ngërsheton probleme ma serioze edhe në diagnostik edhe në trajtim. Doktoresh, po trajtimi shtëpijak? Trajtimi shtëpijak, trajtimi elementar edhe pa ndihmën e mjekut, kish mujt se cila nan me apliku, është rehidrimi, do me thonë kompenzimi i langjeve që i hup me diaren, për afërsisht një llogaritje bëhet që një diare, një jashtëqitje e hollu ujore duhet të rehidrohet ose të kompenzohet me 100 ml tretësirë rehidruese. Tretësira rehidruese është kjo ORS e ashtu quajtur, solucioni për rehidrim oral, i cili do me thonë i ka në përmbajtjen e vet ujë edhe elektrolitet, që është e domosdoshme për mi majt proceset jetësore në rregull, pa komplikime. Edhe e dyta janë probiotikët. Probiotikët janë ilaçe të cilat i marrin për me fortifiku florën normale të zorëve, e cila për momentin të diaret është pothuajse e damtume, mos me thoni shkatrume. Kështu që janë 2 elemente që janë elementare që secila anë edhe duhet me ditë, po edhe mundet me apliku pa kërku ndihmë mjekësore. Nëse për 3 deri në 5 ditë nuk korrigjohet, atëherë natyrisht që ka me lyp trajtim, ka me fillu ekzaminimin që pse. Ekzaminimi është i lehtë me mostrat e feqeve. Ekzistojnë panele gastrointestinale që hulumtojnë shumë viruse dhe bakterie dhe parazite. Tash ato më të shpeshta që i lypim, që i kërkojmë, janë rota adenovirus, edhe koprokulturat me eliminu shigellozat, salmonellozat, E. coli, enteroinvazive e tjera, të cilat janë mandej shumë patogene dhe krijojnë komplikimet e fëmijët. Po këto më të thjeshtat, do me thonë, infeksionet e zakonshme, intoksikimet alimentare, intolerancat ushqimore që nuk manifestohen as me temperaturë, me as një simptom që e rrezikon drejt për drejt fëmin, ato mund të trajtohen nga vetë prindët. Doktoresh, e përmendet probiotikët, se me të vërtet janë bukur të popularizuar edhe tek të rriturit. Po më intereson si e preferoni në aspekt kohëzgjatjes dhe për sa kohë duhet hipen, a ka në probiotikët, po, ka njëherë edhe keq interpretime ose keq informime nga të prind, që menojnë që probiotik duhet të përdoren shumë shkurt. Do me thonë, nëse 3 ditë i ka zgjat diareja, e përdor veç 3 ditë. Nuk është e mundun mu sanu ose mu ripërtri mikrobiota e zorëve për qatë periudhë qatë shkurt. Qofse ajo ka ndodhë një disbalans mes të bakterjeve të mira të zorëve, edhe këto në bakterjeve patogene ose viruseve konkretisht, atyre për me mujtë mi rikuperu, mi rikthy, duhet me përdorën stazat gjata. 2 javë deri 1 muaj është preferencë shkollore që duhet të përdoren probiotik. Probiotik nuk përdoren vetëm të diaret, përdoren edhe të trajtimet me ilaçe të ndryshme, konkretisht kur përdorim antibioterapi për shkaqe të ndryshme, duhet edhe një probiotik shoqërues, se një antibiotik e krahas bakterjeve që ka mi shkatru pse e kemi dhonë, shkatron mikrobiotën e zorëve. Kështu që duhet patjetër me janë ndihmu që ajo me funksionu normalisht.
ilaçe tjera që thash që janë imunosupresive dhe që përdoren për sëmundje kronike, njëjtë dëmtojnë mikrobiotën e zorëve, e cila është në kohën e fundit, nëse na lejon koha, është me spjegu që mikrobiota e zorëve është një prej elementeve shumë domethënëse në përcjelljen edhe në rritjen e shëndetshme të fëmijëve, po edhe të rritunve, se ka lidhje direkt me zhvillimin e sistemit nervor qendror. Në literaturë njihet zorët edhe patologjia ose problemet që fillojnë me zorë kanë reperkusione direkt në sistemin nervor qendror. Jo rastësisht zorët quhen second brain, si truri i dytë në organizëm, pse aty nisin proceset të cilat ndihmojnë zhvillimin, po aty nisin edhe patologjit të cilat e pengojnë rritjen edhe zhvillimin intelektual të fëmijëve. Kështu që për ne në këtë epokë të zhvillimit me thonë shumë të hofshëm të teknologjisë dhe industrisë dhe krejt, në botë na duhet me pregatit një fëmijë i cili ka me ju përshtat kohës edhe ka me mujt me përcjell trendet e zhvillimit. Në qoftë se prej startit, prej fillimit ditët e para, vitin e parë të jetës konkretisht, nuk ndihmojmë në zhvillim të shëndetshëm të mikrobiotës të zorëve, pa dyshim që ka me pas ngjecje në zhvillim të ai fëmijë. Po foli për zhvillimin intelektual të fëmijës, përveç zhvillimit psikofizik, domethënë. Kështu që është jashtëzakonisht në botë po bëhet luftë në këtë drejtim, që me dhonë informime të sakta dhe me informu opinioni që sa është e rëndësishme kjo pjesë. Besoj që edhe te na këto trendet po përcillen, po natyrisht që kemi nevojë me shpërnda sa ma shumë të dhëna në këtë drejtim që mu vedisu opinioni, populata, që për fëmijë është shumë e rëndësishme një rritje cilësore edhe është shumë e rëndësishme me funksionu sistemi digestiv normalisht me funksionu. Publikimin për disa ulëmtime që në fazat fillestare, doktoresh, që lidhin edhe Alzheimerin me çrregullimet mikroflorës, apo më mirë me thonë florës intestinale. Shumë sëmundje lidhen. Te na kemi pas shumë edhe studime dhe publikime që flasin që sëmundja e celiakisë, intoleranca në gluten lidhet me sëmundjen e epilepsisë, ose çrregullimet e spektrit autistik lidhen me problemet e celiakisë. Shumë ekspert fushës që i trajtojnë fëmijët me autizëm, shpeshherë kom dëgju që i qesin dietë pa gluten, pavarësisht pse nuk ka elemente bindëse që ai fëmijë e ka sëmundjen e celiakisë. Po i qesin se ajo ndihmon, domethënë. Eliminimi i disa faktorëve ose përforcimi, fortifikimi me probiotik, me mikrobiot, me oligoelemente, me prebiotik, që nuk e tham, është shumë e rëndësishme prebiotikët edhe mu fortifiku që në mënyrë që me funksionu trakti digestiv si duhet. Përkthehem te kapsliku i cili është një problem si duket jo dha që i rroll. Kapsliku si problem në gastroenterologji është në shumicën e rasteve është problem funksional, shumë ma rrallë kemi problem organik që jemi të detyruar me intervenu. Do me thonë edhe këtu, gjëja e parë ose kryesore është me mësu shprehit e mira të ushqyerit, ushqimi i pasur me fibra, i pasur me shumë langje, ushqimi me shumë pemë edhe perime, edhe që ka me rrit volumin në zorë, volumin e ushqimit në zorë, dhe natyrisht feqet kanë mu kriju ma voluminoze dhe mundësia për zbrazje ka me konë ma e lehtë. Mirë po, në disa raste kemi edhe probleme organike që bin deri të kapsliku, ato mande janë natyrisht për intervenim, e ato janë kryesisht në periudhat e posa lindur, na i këqyrim me hormone, mas pari eliminojmë problemet me tiroide, ose hipotirozën kongenitale, sëmundjet metabolike që thash që lidhen me për shembull fibroza cistike e cila në ditët e para nuk ka zbrazjet me konjumit, që lidhet me sëmundje shumë serioze. Mandej ma vonë kemi edhe problemet me inervimin e pjesës së zorrës së trash,
që është megakoloni kongenital, që është anomalie cila duhet smundje që duhet të konfirmohet me biopsi edhe mandej trajtimi është kirurgjik, dhe deformitet të tjera, atrezioni anale, shumë sene që i gjejmë në moshat e hershme. Mirë, po shpesh herë ndodh që edhe për shkak të keq ushqyerjes, për shkak të intolerancave ushqimore, intoleranca në laktozë gjithashtu manifestohet me kapslëk, problemet me alergjit nutritive manifestohen me kapslëk, po ajo që ka e hasim punën e përditshme, shumica deri në 50% rasteve janë funksionale. Do me thonë kemi keq ushqyerje. Fëmijët mësohen me marrë ushqim të thatë, ushqim i cili është shumë i procesuar, me pak langje, ushqim i cili ka pak fibra në përbarjen e vetë, edhe mandej për çat arsye nuk ka mundësi mu kriju ajo masa e cila e rrit peristaltiken edhe e bën zbrazjen e rregull të zorrëve. Faleminderit doktoresh. Do të flasim për intolerancat të cila më aktuale janë, e sidomos njëra prej tyre. Doktoresh, do të flasim spori për intolerancën ndaj laktozës, e cila e ka prevalencë apo shpresësinë të rritur mjaft nalt, 60 deri në 70%. Të disa popull është më e theksuar të aziatët, të hispanikët, e të fëmijët tonë, doktoresh, është të fëmijët tonë, po shumë mirë e tha, ka të bëjë me moshën, ka të bëjë edhe me racën. Te raca e bardhë është mjaft e shprehun, intoleranca në laktozë, do me thonë është mos tolerimi ose pamundësia e tretjes së sheqerit të qumshtit, për shkak të mungesës e enzimit laktoza. E tash qysh ndodh në kushte natyrale kur prodhohet laktoza? Laktoza prodhohet në enterocite, në qelizat e zorrëve. Edhe çdo i posalindun duhet me pas një, do me thonë të prematurt, kemi mi pas këtë problem, se enterocitet janë hala jo mature, nuk janë të pjekuna, logjikisht. Edhe kemi mu ballafaqu me këto probleme. Mirë, po të fëmijët të cilët janë të lindur në kohë, te ata mundësia për intolerancë është, do me thonë, kushtimisht është ma e vogël. Çka ndodh? Nëse nuk prodhohet ky enzim, automatikisht kemi probleme me tretje. Është shumë e rëndësishme me ditë që këto probleme nuk manifestohen me njëherë të i posalindurit, se ekziston një farë rezervë e enzimit që trashëgohet, që është në enterocite. Edhe ato janë të mjaftueshme për me tretë për ditët e para, po flasim për fëmijët matur të pjekun. Do me thonë, çka duhet me ditë është që cilën test duhet me bo për me informu prind. Po janë disa. Janë disa teste, është testi gjenetik i cili aplikohet me serologji për intolerancë në laktozë, ku testi gjenetik jemi të përfshirë pothuajse shumica e popullatës. Testi gjenetik ka me rezultu pozitiv thujase për të gjithë, për një shumicë të madhe, deri 90%. Edhe tash çka ndodh? A duhet këto fëmijë me njëherë mi largu prej gjithanjes, apo mi largu mi qit në formula të veçanta të cilat janë free laktozë, të lira prej laktozës? Nuk menoj që është zgjidhje e duhur, gjithmonë në këtë drejtim duhet, është përgjegjës klinicisti i cili ka me vlerësu fëmin çfarë jashtëqitje ka, sa ka gazna, sa ka flatulencë, sa ka vjellje, sa ka shtun pesh, do me thonë ka shumë parametra të cilët vlerësohen, edhe tek atëhere vendoset a më ju ndru qumshti edhe në çfarë lloj të qumshti duhet me përdor fëmia. Te të rriturit, atëherë nëse mungon, se natyralisht laktoza si enzim dobësohet me kalimin e moshës. Kur fillot fëmia mu rrit edhe kalon në ushqim solid, enterocitet automatikisht prodhojnë se nuk është më qumshti ushqimi kryesor. E vërtet. Prandaj në mënyrë natyrale ajo dobësohet. Te të rriturit nëse manifestohet, atëherë ka natyrisht mirret enzimi si suplement. Ekzistojnë ilaçe që i merr si suplement edhe si dukuni ndihmon digestionin. Mirë, po te fëmijët e kisha thonë një diçka që është e rëndësishme për auditorin, laktoza si sheqer është disaharid, që në përbamjen e vet e ka glukozën edhe galaktozën. Galaktoza është një prej sheqernave që është shumë i nevojshëm për zhvillimin e sistemit nervor qendror, trurit konkretisht. Edhe nëse na
prej lindjes, për kohë gjatë, kemi mi hek laktozën si sheqer, kemi mi ushqy fëmin për kohë gjatë me formula pa laktozë, atëherë natyrisht që e kemi privu prej një elementi i cili është shumë i rëndësishëm për rritje dhe zhvillim. Kështu që menoj që secili mjek që e merr përgjegjësinë për me qit fëmin në formulë për foli për stazat e gjata, për një muj nuk ka me pas asnjë implikim, qofse është përkohësisht. Po nëse krejt vitin ose me vite e man fëmin në dietë, atëherë problemi natyrisht që rritet, bëhet më i madh. Simptomat, doktoresh, cilat? Simptomet janë vjellja, mos tolerimi i ushqimit, flatulenca, jashtëqitje të shpeshta ujore, skuqja në regionin anal, diskomforti, humbja në peshë, mos shtimi në peshë, që to janë elementet kryesore me të cilat ballafaqohemi, simptomatologji që e shohim për ditë. E mandej në botë punohet testi me frymarrje, jonet e hidrogenit, ashtu quajtur H2 breathing test. Mirë po të na, në moshat e vogla duhet me ditë që fëmija nuk mundet me bashkëpunu deri një vjet. Po për qatë arsye edhe testi gjenetik që na e punojmë, rëndësinë e ka vetëm qofse shoqërohet me këto elementet tjera që i përmena. Me pjesën klinike. Në qofse nuk shoqërohet me këto, atëherë si i tillë nuk paraqet në rëndësi të veçantë edhe nuk duhet mu marrë me ato dhe me ndru fëmin me qitë në qumshtet të natyrave tjera të cilat privohet prej sheqerit qumshtit. Po si të veprohet, doktoresh, nëse këto simptome janë ekzistente? Nëse simptomet janë ekzistente, unë e thash ka me vendos klinicisti edhe ka me vendos fillimisht për periudhat kohore të caktume, një muj konkretisht, 30 ditë, edhe me përcjell zhvillimin e fëmisë. Nëse shpesh herë këto shoqërohen edhe me alergji në proteinat qumshtit, edhe këtu ish dasht më bo dallimi. Alergjia është proces imunologjik, nuk ka të bëj me krijimin e antitrupave. Intoleranca është proces i mungesës enzimit, e cila mjafton vetëm me suplement mu korrigju. Kështu që janë dy procese shumë të ndryshme, edhe trajtimi natyrisht që është krejt tjetër. Edhe shpesh herë këto janë të gërshetumen me zveti, alergjia në proteinat e qumshtit me intolerancën në laktozë, kështu që ekzistojnë sot zgjidhje mjaft ekzistojnë, shpesh herë na përmes me privu nanën prej gjithanjes, nanën e qesim dietë pa qumsht edhe pa produkte të qumshtit, në mënyrë që sheqeri qumshtit mos mu përcjell, se në fundit edhe njeriu i takon familjes gjytarëve. Do me thonë qofse edhe qumshti human i ka proteinat e qumshtit që din me dhonë reaksione alergjike, pavarësisht që nuk është qumshti i lopës. Është qumshti human, po edhe qumshti human përbërjen proteinike ka të ngjajshme me përbërjen proteinike të qumshtit të lopës. Kështu që është proteina ajo që e bën rritjen e antikorpeve. S'ka lidhja është, kështu që duhet mi privu për qumshtit lopës, më konë ajo përbërje proteinike, humane, shpesh herë që do me thonë e jep një përgjegje imunologjike që na jemi të detyrun me reagu. Po janë elemente që duhet me ja besu profesionistit, edhe jo pse më tha kjo ose që më dul tash analiza dhe unë e duna me patjetër me hek prej gjeut ose ku ta di unë keq interpretime. Doktoresh, a është problem shëndetësor cili përmirësohet apo edhe zhduket? Është problem shëndetësor që zgjidhet. Edhe intoleranca edhe alergjia në proteinat qumshtit. Nuk është problem që është i përjetshëm. Mos me fol për ato format që janë strikte, kongenitale, që me të vërtetë enterociti tëne është ka lind me qatë deficit, edhe ai natyrisht që ka me lyp suplementim të vazhdueshëm. Ato janë shumë tralla. Ka me lyp suplementim të vazhdueshëm, po këto alergjit në proteinat e qumshtit, organizmi vjen, nëse nuk provokohet vazhdimisht, desensibilizohet. Do me thonë janë të kalushme me një fjalë për opinionin. Doktore Shemi, pothuajse ka funi, po do të flasim edhe për një intolerancë që është paksa ma komplekse. Kujtojone, bëhet fjalë për intolerancë ndaj glutenit, e kërkoj vidon e 3 nga alergjia,
Sa shpesh është të fëmijët, si manifestohet? Është mjaft e shpesht, çdo ngjecje në rritje duhet të hulumtohet për alergji në gluten. Edhe këtu të sëmundja e celiakisë apo intoleranca në gluten janë terme të cilat mes veti dallojnë. Ekzistojnë veç intolerancë në miell, që nuk e toleron mielin, por nuk manifeston sëmundje të celiakisë. Edhe sëmundja e celiakisë, që është sëmundje autoimune, e cila është edhe gjenetike njëkohësisht, do me thonë, nëse kemi një predispozit gjenetike, gjatë jetës tonë mujmë me zhvillu nëse i sensibilizohemi vazhdimisht me glutenin, mujmë me zhvillu sëmundjet e një moment i caktuar, ose mujmë me zhvillu një kohë shumë të gjatë, mos me zhvillu. Do me thonë një infekcion i zorëve, viral, mundet mi provoku sëmundjen. Do me thonë është një sëmundje autoimune e cila i dëmton shumë vilet intestinale, i dëmton shumë mukozën e zorëve, ka reperkusion në absorbimin e mikro dhe makronutrientëve, që mandej pengon rritjen dhe zhvillimin. Çdo ngjecje në rritje duhet mu testu, çdo dhimbje për celiaki. Çdo testet janë serologjike, bëhen antitrupat për antigliadina, për transglutaminozin dore, bëhen të ne, në çdo laborator të na i punon, për endomiozin, po bëhet edhe testi gjenetik, ku mirën gjenet e caktume DQ2 dhe DQ8, që janë përgjegjëse për një fëmijë, a ka predispozit gjenetike. Ato marralli kërkojnë, se mjafton edhe shenjat klinike dhe serologjia, është e mjaftueshme. Përpara ka qenë kriter ose kriteri i artë për me diagnostiku celiakin, biopsia e zorëve. Sot në botë nuk është i vetmi kriter, mjafton që testet serologjike me rezultu me dhejtëfishin e normave normale, është si ajo mirët edhe si kriteri i artë, që nuk ka nevojë edhe për biopsi, kështu që me bazë të testeve serologjike mujmë me vendos për një fëmijë a e ka a nuk e ka celiakin, e qesim dietë edhe mandej zorët rikuperohen, ripërtrihen edhe vazhdon rritja dhe zhvillimi normal. Celiakia si sëmundje e përcjell e shoqëron fëmin ton jetës, nuk është sëmundje e shërueshme, po është sëmundje që mahet në kontroll. Do me thonë, qofse i përmbahem, mjekimi është kryekput dieta. Largimi nga? Po nga gluteni. Nga gluteni. Ekzistojnë në Kosovë në treg mjellna dhe ushqime pa gluten. Është shumë e rëndësishme që duhet me ditë që gluteni nuk është veç në mjell, po është edhe në shumë ushqime tjera, për qatë arsye personat të cilët kanë edhe forma agresive të celiakis, duhet me pas kujdes edhe në përdorimin me një sprej pastës dhomëve, shamponave, kremave me të cilët bojnë toalet, ose do me thonë gjanave tjera që nuk i takojnë pjesës ushqimore. Kjo është për vetëdijsimin deri ku është gluteni prezent edhe sa do mundet me bo njëkohësisht, pavarësisht që ka goja zguxon hiç fare me provoku. Shpeshherë këto alergjit në gluten në diagnozë diferenciale përzihen edhe sëmundjet me inflamatore të zorëve. Unë dashta veç me bo një lidhje me këtë problematik. Sëmundjet inflamatore të zorëve, si sëmundja e kolitit apo e kronit, janë sëmundjet që përpara shumë rrallë janë gjetë në moshat fëminore. Janë gjetë shumë rrallë se pikrisht lidhet me mënyrën e ushqimit. Jemi ushqy me ushqime bio, me thonë, shumë më të shëndetshme, se sa tash. Në tash ushqimet që i marrin janë të modifikuara gjenetikisht. Pavarësisht që rriten kopshtet tona, ajo fara me të cilën mbillet gruni, është për mi rrit rendimentin, është ndryshu, gjenetikisht është ndryshu për mu rrit rendimenti, për shembull nëse me prodhu sa ma tepër, ku e di unë e kalle, ose specat nëse i marrim si... Ndjeket aspekti komercial, Ndjeket aspekti komercial që mu rrit rendimenti. Edhe që ato ushqime janë, do me thonë, të transformuara genetikisht që ato mandej kanë implikime në shëndet.
Kështu që sa ma bio, sa ma naturale, na kemi thonë përpara me ple natural, jo me këto pesticide, janë ushqime ma të mira. Ushqimet ma pak të procesune që thash ma heret, janë ushqime ma të mira. Ushqimet që zihen në avull, ku ju ruhet kualiteti, janë natyrisht ma të shëndetshme. Kështu që smundjet inflamatore të zorve kanë trend të rritjes, janë smundjet që e përcjellin poli për moshat fëminore, fëmijën krejt jetën, mandej, ma vonë, nuk janë smundje që shërohen plotësisht, po janë smundje që mahen në kontroll. Me qenë se janë autoimune. Edhe ato janë autoimune, edhe kanë predispozita për me malinizu, me kalu në smundje të këqija, malinje, të cilat natyrisht janë shumë problematike ma vonë. Edhe për këtë më siguri, doktoresh, nevojitën vizitat të rregullta. Këto duhen vizitat të rregullta, edhe duhet, thash, një diare që zgjat mbi 2 javë, i takon kategorisë problemeve kronike që duhet të hulumtohen në shumë aspekte. Spari të eliminohen këto alergjit nutritive, smundja e celiakisë, po pse jo edhe smundja inflamatore zorve. Kjo bëhet me një marker shumë të thjeshtë, me një mostër të feqeve, ku ekzaminohet fekal kalprotektina, ose kalprotektina në feqe, nuk është invazive për fëmin, një mostër e feqeve neve na orienton, a kemi mi vazhdu algoritmin diagnostik ka smundjet inflamatore të zorve, apo ka problemet e thjeshta që zgjidhen me pro dhe prebiotik. Do të thaj shumë faleminderit, për fund për pjesën zyrtore, që unë e quaj mesazhi juaj për ata që po na ndjekin. Mesazhi im kish me qenë që edukimi shëndetësor në kuptimin e ushqimit të shëndetshëm për fëmijët, mu përcjell, për prindrit kish me konë një porosi që ushqimi shëndetshëm fillon me vetë furnizimin, tash të qytrin shoppingun. Kur shkon në furnizim, ushqimet jo të shëndetshme, pijet e gazirume, keqapat, ambëlsinat, shumë karbohidrate nuk duhen me konë prezente në atë shportën e furnizimit, se që aty fillon dieta. Në qoftë se na e furnizojmë shtëpinë me krejt këto, fëmija i ka qasje shumë të lehtë në këto. Në qoftë se ato nuk i sjellim në shtëpi, atëherë që aty bëhet diferenca dhe mënyra e të ushqyerit të shëndetshëm. Basa dhe mi lexu ato udhëzimet pak më shumë. Tash mi lexu udhëzimet më shumë, hala më shumë përgatitëm e përgatisim fëmin për një jetë të shëndetshme. Doktore, shumë faleminderit. Po para se të mbyllim këtë bisedë, unë rezervoj drejtën për një pyetje personale. Doktoresh, ju jeni rritur duke shoqëruar babain e juaj, i cili ishte gjithashtu mjek. Bëhet fjalë për doktorin e ndjerë, doktor Gani Efendia, i cili ka qenë infektologu i parë i Gjakovës, ka qenë themeluesi i raportit të infektologjisë. Ishte një njeri shumë i matën, një njeri shumë i urtë, edhe shumë komunikues. Doktori ishte pjesë e një brezi mjekësh që punua në kohë të vështira me përkushtim, dinitet dhe nder. Një brez mjekësh që nuk kishin shumë jetë, por kishin shumë ndërgjegje. Një shoqëri miq, doktoresh, që patjetër ju kujtohet me disa mjek tjerë, të cilët për fat keq gjithë janë të ndjerë. Duhet i përmendi për nga mosha, doktor Gjevdet Zhubi, ginekolog, doktor Osman Hoxha, internist, doktor Hajdar Rizvanolli, pediatr, kolegi juaj, edhe doktor Skënder Mogjiri që ka qenë stomatolog. Doktoresh, ndër tjera, këta mjek kanë lënë shembullin se të jesh mjek do të thotë të jesh njeri edhe kur i lodhën edhe kur nuk të sheh askush. Nuk e ka njeh famen, por e ka pas shumë të rëndësishëm besimin e pacientit, të cilën me patjetër edhe ju kanë afru pacientat. Doktoresh, kur e kthen kokën pas dhe kujton veten si vajzë, duke ecur pranë babait juaj dhe këtyre mjekëve, ndjeni mall, krenari, apo të dyjat që vazhdoni rrugën e tij, apo të tyre? Tash me këtë pyetjen e fundit më dha emocion të veçantë. Për mua është kënaqësi sa herë që jam kudo në studio,
me përmend ose me citu shumë fjalë edhe shumë porosi të babës së ndjerë, doktor Ganeut, po edhe të gjithë kolegëve që ju i dhatë me emra, na kemi mësu shumë prej që të gjithëve. Na kanë lënë porosi që më e rëndësishme është njerëzorja, përveç ditunive që kemi mësu gjatë rrugtimit si profesionist, kimu pregatit edhe kime shtu në bagazhin tonë një huni çdo ditë ma shumë, po ajo njerëzorja asnjëherë nuk bën me mungu. Do me thonë, secili fëmi duhet, secili i smut, mos me thonë fëmi, duhet mu trajtu me ju afru me një përkushtim të veçantë, me ju afru shërbimi shëndetësor i veçantë edhe mi bo ma të miren për këto. Natyrisht që kemi mësu shumë prej këtyne, kemi pas shumë porosi që shëndetësin me avansu, edhe nuk e di. Ata kanë punu në kohë të vështira, po kanë dhonë shumë. Në kohën tonë është shumë ma lehtë se informatat për çfarë do smundje ose çfarë do algoritmi diagnostik apo protokollit të trajtimit e kemi qasje qoftë në telefon, e kemi në dorë çdo sekond, që ata për një libër janë dashur ku me ditë sa përpjekje me bo mi siguru një literaturë të kohës. Mirë, po vullneti tyre u koni qelikt edhe i kanë shty përpara proceset. Na po mundohem mi vazhdu rrugën, besoj që edhe na kemi shka milion gjeneratave mas, kemi mi pregatit sa do pak për me vazhdu rrugtimin edhe perfekcionimin në sferën e shëndetësisë. I falenderoj të gjithë ata që i përmendet për kontributin edhe për mësimet që na i kanë lënë. Jam mirënjohëse pa fund. Faleminderit, doktoresh, patjetër në këtë mënyrë edhe tradita vazhdon. Faleminderit edhe herë për prezencën edhe gjitha këto informata kaq dobishme për më të dashurit tonë. Ne shpresojmë që do të takohemi edhe në takimet edhe emisionit të radhës. Faleminderit për ftesën, kënaqësia ishe imja. Faleminderit. Të dashur miq, sonte pra folëm për shëndetin e fëmijëve, ata që i duam më shumti. Ta shëndeti është balans mes trupit edhe mendjes, për këtë ne ta ruajmë mendjen edhe trupin. Kaq kishim për sonte, bashkë mirëpafshim. Hektor Binishe, për te mjekësisë.